Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 13. Besoj dëgjohet që nuk jam shumë mirë, sepse kisha frikë që do sëmurem edhe u bë realitet. Isha zgjuar dje me dhimbje koke, me grykën, me hundën që po më rrjedh gjithë orën, edhe me të gjitha këto gjërat që nuk desha të kem në jetën time, por u sëmura, kështu që prandaj edhe dje unë nuk e filmova fare. Ishte edhe dita ime pare ciklit, kështu që domethënë isha e shkatruar cop. I vetmi moment që dola dje nga shtëpia ishte ky këtu. Jemi te shtëpia e Irinit, po bëjnë rinovim që ju kam thënë. Edhe unë ndërkohë isha në shtëpi. Kisha dhënë tani maskë në fytyrë, kam maskë në flok, me vaj edhe me maskë, i kam përzierë të gjitha bashkë. Edhe i kisha lënë të gjitha që të hy të bëj banjë. Po më mori Irin telefon, më tha, hajde ta më çosh te shtëpia e re, sepse ishte të shtëpia e saj e vjetër, e më tha duhet të çoj 1-2-3 gjëra, ka marrë një valixhe dhe një çantë me rroba që t'i vendos të gjitha në dollap, po i sjella avash. Kështu që thash, le të shkoj ta ndihmoj, nuk hyra për banjë, hoqa vetëm maskën e fytyrës, edhe kam akoma vajin në flok. Edhe kjo është faza e shtëpisë momentalisht, siç mundeni të shikoni, janë bërë disa punime. Pjesa më e bukur është banja, shikoni sa bukur që duket me mermerin që kanë vënë, e kanë rinovuar të gjithën, duket shumë e bukur. Edhe kjo mobilja që është poshtë lavamanit më pëlqen tepër shumë. Shikoni edhe kuzhinën, sa bukur që duket, e bardhë e pastër të gjitha. Edhe tani po mendoj t'ja mbush mamit mendjen të shesim shtëpinë tonë, edhe të marrim një pak më të madhe, sepse do desh edhe unë të bëj një shtëpi nga fillimi, sepse te para mëson shumë gjëra nga gabimet tande, edhe shikon çfarë të pëlqen, çfarë të pëlqen. Kurse te dyta i di të gjitha këto informacionet edhe bën Ndërkohë, dhoma e Irinit është në këtë fazë që nuk është pastruar asgjë, po më thot Irini që dollapin tim e pastrova. Kështu që rrobat i solli. Do pastrojmë poshtë, do vëmë një fshes. Edhe pastaj do pastrojmë çik edhe dollapin se është akoma e pistë. Vetëm këto do bëjmë sot edhe pastaj do shkojmë. Në vazhdim, je entuziaste për shtëpinë e re? Shumë. Nuk kam parë njeri më entuziast se ty. Domethënë që atëri që filloi shtëpia më thoshte, do bëj kështu edhe do rregulloj kështu edhe do bëj këto dekorimet. Edhe stay tuned se do filloj prap vlog edhe do i shikoni të gjitha në vazhdim te TikToku i Irinit që do e le diku këtu. Thjesht ta dini e bën në greqish, por mundeni thjesht ta shikoni. Ju mbase nuk e kuptoni, po do e shikoni edhe do e suportoni gocën. Faleminderit shumë. Nuk isha ndërmend të dalë, siç mundeni ta kuptoni, sepse isha me maska vajra në flok. Se thash, me që po kaloj ditën në shtëpi, të bëj diçka për vete, të kujdesem pak për flokët e mia, të vedoj një maskë dhe pastaj të hyj të bëj një balë, siç edhe bëra sa u ktheva në shtëpi. Gjithë trupin bëra scrub, bura kremra në lëkur. I bëra të gjitha që të ndihem pak më mirë, vesha pijamkat e mia të pastra, në çarçafet e mia të pastra ushtriva edhe thjesht vdiqa në gjumë. Edhe sot jam zgjuar, nuk është që sot jam super, që domethënë e kam marrë veten 100%, por mendova që mbase do më bëj mirë të dal pak nga shtëpia, prandaj edhe vesha rrobat e mia atletike, do shkoj të marr një kafe që të më hapet pak syri, edhe do shkoj një xhiro deri në palestër. Do thoni ju, jetë cop çfarë do shkosh bësh në palestër? Do shkoj për pak fare, të tipit duhet shkoj të bëj gjysmor, të hec pak. Domethënë të shkoj vetëm të bëj hecje, ose të bëj diçka shumë të vogël me pesha, shumë të lehta domethënë, që të vej trupin, të lëvizet pak, sepse ndihem që kur ri për shumë orë në të njëjtin vend, bëhem akoma më keq. Kurse kur hec, kur dal, kur lëvizem, ndihmoj organizmin tim të ringjallë. Kështu që nisemi për kafe edhe pastaj për palestër. Nuk e di po doja dal, por s'ka gjë. Mos mendoni që ishte kollaj për mua ta marr këtë vendimin, sepse sa u zgjova thjesht desha të fle prap gjumë, të mos bëj asgjë, të mos hap kamerën, të mos filmoj, të mos bëj vlogmas. Në përgjithësi e vetmja gjë që desha ishte të flija prap. Po thash jo, Elena, sot do e marrësh veten, edhe pse je sëmur, do
çohesh. Edhe nisemi. Edhe goca që shkojmë bashkë në palestër është e sëmur këto ditë. Edhe mora Tenin në telefon i thash që edhe unë e sëmur jam, po do shkoj për pak. Po do hajde. Se kishim lënë takim për nesër të shkojmë në palestër bashkë. Se më tha hajde të ri edhe sot edhe nesër që do jemë më mirë të shkojmë bashkë. Po e mora tani në telefon më tha e di qa, do vje edhe unë, më dhe motivim për sot. Kështu që, nice, bërë edhe diçka të mirë për një njeri tjetër. E qova nga krevati. Se shpejt pare se të shkojmë në shtëpi që të marrim analizat e mamit. Unë ka dënë. U ktheva në shtëpi edhe kam filluar direkt me drekën. I kisha thënë mamit që desha të ha patate me qofte në furrë, edhe prandaj mami mi ka përgatitur të gjitha. Tani unë do pres vetëm patatet që t'i vëm brenda në tavushk, t'i vëm nga lart edhe pak mustard me vaj, me krip, me rigone, të gjitha këto që duhen e ka nevojë. Edhe thjesht do i vë brenda në furrë të piqen. Sa bëra edhe banjën time dhe ndjem shumë mirë që u lëviza sot, dola nga shtëpia më në fund, vajta në palestër që më kishte munguar pa fund. Nuk e di si ka mundësi që sa vajta nuk më rrjedhte unda fare edhe ndjeshe që mirja frym tamam si njeri edhe sa ika nga palestra fillovi prapunda. Duket i si u bë kjo gjë magjike që më la vetëm në atë pjesë që e kisha më shumë nevojë. Mirja frym tamam nga hunda edhe isha në rregull edhe bëja ushtrime, jo me peshë të rënda, po diçka shumë të lehtë për sot. Dhe sa ika ndjesha prapë sëmur. Por s'ka gjë, janë okej të gjitha. Po pres tani akoma qoftet që janë në furrë të bëjnë gati. Qoftet janë gati edhe është ora për mua të ha më në fund. Vajtur ora ndërkohë 4:30. Edhe është gjë e parë që po ha për sot. Plus tani sapo prisja qoftet të piqen. Po kërkoja po ka ndonjë gjë kështu të bukur të bëj sot në Athinë. Edhe pash ka stand-up comedy, një person i cili është nduket nga Rumania. Edhe më ka thënë motra këtë comedian, nuk e di si quhet as në shqip, ata që bëjnë shaka. Nuk e di si ta shpjegoj. Edhe më kishte thënë motra të personin që kishte vajtur edhe në Itali që bën tur tani në gjithë Europën. Edhe shikonte dhe më thoshte sa dua të shkoj, edhe po t'ishe këtu të kishim vajtur ta shohim, sa shumë i mirë, edhe unë që shumë me këto gjërat që thot. Edhe pash që tani është në Athinë për sot edhe për 3-4 ditë të tjera. Kështu që po mendoj të marr Devin edhe të shkojmë bashkë të shohim atë për sot. Të qeshim pak, të kalojmë bukur, sepse edhe unë këto ditë që nuk kam dalë nga shtëpia jam pak kështu, si e vdekur. Është ora të bëjmë gati, edhe po përtoj shumë. I prenotova biletat dhe prenotova edhe parkingat të gjitha që t'i kemi gati, sepse këtu në Athinë kemi problem shumë të madh me parkingun, sidomos po vajte afër te qendra nuk gjen as edhe një gjë ta lesh makinën, kështu që duhet me patjetër të prenontosh edhe parking, sepse un kam një aplikacion që quhet Park Around, edhe mundesh të gjesh atje parking që ke afër edhe ta prenontosh, sepse po nuk e prenontove, mbase gjen, mbase nuk gjen, se edhe ato mbushen. Kështu që i kam të gjitha gati që të jemi qetë, edhe tani po bëjmë gati, sepse un nga ora 7 duhet të jem te shtëpia e Devit që të zbres poshtë dhe të nisemi disi
Kështu duket make-upi, shumë i thjesht, shumë i shpejt, 5 minuta më mori. Ja si duket outfiti për sot, të gjeta shumë kollaj, vesha këtë bluzkën time të re që mora në Itali dhe mezi prisja ta kombinoj me diçka. Shumë cute duket, shumë më pëlqen. Vesha me këto jeansit të cilat kanë bel të ullët, ashtu siç i desha, sepse nuk më pëlqen bluza të jetë brenda pantallonave. Ndjem që duhet të duket e gjitha. Prandaj po kërkoja një palxhinse me bel të ullët. Edhe në këmbë do vesh ose çizmet e mia ose taka, do shoh. Kam vënë edhe aksesore, sepse kisha oreks, okej. Para se të filloj të bëjmë gati, nuk kam fare oreks të bëj asgjë, pastaj kur hy në këtë procedurë, filloj dhe them, edhe kjo është e bukur, prit të veshet e këtë, të kombinoj me ata. Prandaj vura vëthka, vura 2 unaza, edhe orën time dhe një byzylyk pak vintage. Do marr çantën time kafe, edhe më duket nga lart do vesha palto atë kafen mbasi që kam. E dini qa? Më pëlqen. Sa ikëm, barobi shfaqja, edhe kam të them që mua më pëlqeu shumë. Fliste kryesisht për politikën, do me thënë, kapte njerëz që ishin atje dhe thoshte kush do të flasim, le ta ngre dorën. Unë kisha qef, po kisha edhe turp, kështu që nuk e ngrita dorën, por foli me njerëz dhe veste kryesisht që nga ku jeni, edhe kapte do me thënë shtetët, edhe politikën në përgjithësi. Për këtë gjë foli, bënte shaka për këto gjërat që edhe qeshnim të gjithë, por edhe në të njëjtin moment kalonte edhe mesazhe shumë të bukura, do me thënë mbyllim atë gjën që gjithë shtetët zihen njëra me tjetrën për fjalë të ndryshme që kemi, për këtë janë ndej, po edhe pse çdo njeri ka atë personalitetin e vet, edhe atë që e karakterizon, sepse normale kur je rritur në një shtet ke marrë edhe gjithë kulturën, po edhe pse jemi kaq ndryshe njeri me tjetrin, në fund të ditës jemi të gjithë njerëz, ndjejmë të gjithë të njëjtat emocione, edhe kalopi këtë mesazhin që mundemi të gjithë bashkë të gjejmë paqe njeri me tjetrin edhe të mos dëgjojmë politikantë që na thonë që imigrantët janë të këqinjt, edhe vetëm ne jemi të mirë. Po të vinë në Shqipëri, nuk e di po ka erdhur apo po ka në plan të vinë në Shqipëri, do e le emrin këtu, si e kishte, Viktor diçka më duket. Po të gjeni bileta, shansën të shikoni në çdo vend, të shkoni. Unë do e sugjeroj nga ana ime. Jam kthyer në shtëpi edhe është ora të hapim advent kalendaret tona. Revolution it is. Ky është imi domethënë. Po, që është e mamit. Jemi ma te 11 më duket. Ja në thuaj, qa me ndonë? Do një laps. Po ti thua kjo ka kremre, nuk ka. Jo, kremre ka tjetra, sa herë do i ngatrosh. E laps ka. He, zoti ma. Kemi 11 ditë që i hapim edhe akoma nuk e kuptuar qa ka çdo njerë. Për syt, thua. Okej, le të shoh. Që është laps është? Mos je shumë e sigurt që është laps, se mund të jetë edhe në një furçë. Ah, ma. Tash që mund të jetë një furçë? Është furçë vërtet. Është për syt, ta gëzosh. Edhe tani 12, kjo ma. Katrore kjo. Tonë. Okej, ja të shohim. Kjo është ruzh. Ja si duket edhe ngjyra që ka, mjaftueshëm erë. Mirë, e bukur duket. Të pëlqevi, ta gëzosh. Kështu që tani vazhdoj me tjetrën. Kjo është e imja. E imja. Gjysmat nga këto Prap unë i kam marrë. prap ti i ke marrë, po okej. Ja është. Shower gel, afro lutro. Prap, për gjysmat që më kanë dalë janë për t'u larë. Më kanë lodhur me. Kjo është për trupin. Tjetrën e kisha shafa për flokë. Po edhe një tjetër ishte për trupin. 2 më kanë dalë për trupin. Ai po çfarë do vjen edhe ato? Do një gjë më interesante le të vjen. Na lodhën me këto. Do një 5.000 euro ati brenda. Po, 5.000 euro do ishte bukur. Bëjë një Po, të gëzoshme. ashtu po, do kishte lezet. 12 është për trupin, po jo shampo, është krem për trupin, që ta hidraton edhe ta bën të butë. Ja, si duket. Edhe kjo është me rush. Ja ta mbaj merë. Unë nuk kam edhe erë tani, po Po do i mbash. do e mbaj.
Nuk kuptoj asgjë. Le të bëj pak të duart e mia me që i kam të thata. Tekstur të mirë ka. Edhe me kaq, e mbyllim edhe për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlog masi. Like, subscribe, comment, mos harroni, them çdo ditë. Edhe ne do shihemi nesër. Mua!